Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdruar Jezu Krishti. Po vazhdoj me lutjen e mëngjesit, sot është diel dhe është java 2 e kohës së ardhjes. Psalmet e marrim nga java 2 e psalterit. O hymë e janë ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Njëzë i qartë ja ushton, çdo gjëtere të qorton. Larg të mërgohen ëndrat, nga qielli po del Krishti. Të ngrihet mendja turbullt, që e lodhur në zi shfaqet, tani ylli i ri shkëlqen, të heq çdo gjë të dëmshme. E lartë dërgohet qengji për të zgjidhur borxhin falas, të gjithë për këtë mirësi zërin ta ngrenë me lot. Përsëri kur të shkëlqej, e botën të merri ta mbështjell, e për krimin mos të ndëshkoj, por më shirshëm të na mbroj. Lavdi prindit të epërm, fitoria i qoftë birit, shpirtit lavdia e duhur, ndër shekujt e përhershëm. Amen. Antifona par. Ti fuqia jon, qytet e hyjit, shëlbuesi do të jetë për ty mur dhe mburoj. Hapni dyert, Zoti është me ne. Aleluja. Psalmi 118, rreshtat 1 deri 29. Këngëzimi dhe fitoreje. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse amshuar është dashuria e tij. Le të thot tash ti Izraeli, se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thon tani ata që druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin, Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, zdruaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti, ndihmëtari im, për asgjë i bëj armiqtë e mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti, se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e për qark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarr që merr flak ndër ferra, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që ndihma ime, fuqia ime e lavdia ime është Zoti, ai është shpëtimtari im. Ja brit ma gëzimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta e Zotit u madhërua, e djathta e Zotit më lartësoi, e djathta e Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hapni dyert e drejtësisë, dua të hyj e t'i thur lavde Zotit. Ja, këtu është dera e Zotit, në për të do të hyjnë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që e qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri i këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na adhuroj Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, deh o Zot, jep të mbarën. Bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyje është Zot, ai na ndriçoi, rendituni të gëzuar në rreshtin kremtor, me rrema në dorë deri në ballë të lterit. Ti je hyji im, ty të falenderoj. Ti je hyji im, unë të madhëroj. Lavdërojni Zotin sepse është i mirë, sepse amshuar është dashuria e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ti fuqia jon, qyteti i hyjit, shëlbuesi do të jetë për ty mur dhe mburoj. Hapni dyert, Zoti është me ne. Aleluja. Antifona 2. E janë tek burimi ju që keni etje. Kërkojeni Zotin, sepse tash mund ta gjeni. Aleluja. Kënga nga libri i Danielit, kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin.
I bekuar je o Zot, hyj I jetërve tanë. I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri I shejt I lavdisate. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shejt. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisate. Tezve I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e që rrin mbi kerubin. I lavdishëm e tezve I madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qiellore. I lavdishëm e I madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E jani tek burimi, ju që keni etje, kërkojeni Zotin, sepse tash mund ta gjeni. Aleluja. Antifona 3. Do të vi me pushtet Zoti dhe do të jetë dritë për sy tanë. Aleluja. Psalmi 150. Çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Lavdërojeni hyjin në shenjtroren e tij, madhërojeni në hapësirën e kupës qiellore. Lavdërojeni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojeni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris, lavdërojeni me harp e me citar, lavdërojeni me tupan e valle, lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojeni me cimbale tingëlluese, lavdërojeni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frymë le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. do të vi me pushtet Zoti dhe do të jetë dritë për sy tanë. Aleluja. Leximi I shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli 13. Tashmë është koha të zgjoheni nga gjumi, sepse tash shpëtimin e kemi më afër se kur besuam. Nata ka shkuar në të sosur e dita është afruar. Prandaj t'i flakim larg veprat e errësirës e të ngjeshemi me armët e dritës. Përgjigja e shkurtër. O Krisht, biri hyj të gjallë, ki mëshirë për ne. O Krisht, biri I hyjë të gjallë, ki mëshirë për ne. Ti që vjen në botë. Ki mëshirë për ne. Lavdiatit e Birit të Shpirtit Shejt. O Krisht, biri I hyjë të gjallë, ki mëshirë për ne. Antifona. Ja unë po dërgoj lajmtarin tim që ta përgatis udhën para teje. Kënga Zakari sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli 1. Mesia dhe pajlamërusi I tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji I Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet. sikur se premtoi ka herë, Me gojë të profetëve të tij të shenjtë. se do të na shpëtojë prej miqve tanë, Dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë. se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tanë. E do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë. E betimit që bëri në të mirë në Abrahamit, ati ton, Se do t'na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë. të shliruar nga duart e armikut. Në shetëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet I të Tejet Lartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët. për ta vënë në dieni popullin e tij. Se hyji do ta shëlboj duke I ja falur mëkatet e tia. Në sajet të zemrës së dashur të hyjit ton, Që do t'na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin. për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ja, unë po e dërgoj lajmtarin tim, që ta përgatis udhën para teje. Lutjet e besimtarve. Jezu Krishti është gjykatës I të gjallëve I të vdekurve. Atij ti lutemi dhe me përshpirtëri ti brohorasim.
Eja o Zot Jezus. O Zot Jezus, ti erdhe në tokë ti shpëtosh mëkatarët, na ruaj edhe ne prej çdo sulmi të mëkatit. Eja o Zot Jezus. Besojmë se do të vish si gjykatës, dëshmoje në ne fuqinë tënde të shpëtimit. Eja o Zot Jezus. Bëj që me fuqinë e shpirtit shenjtë ti ruajmë urdhërimet e tua, që në dashuri të mund ta presim ditën e ardhjes sate. Eja o Zot Jezus. Ti i bekuari për të gjithë shekujt, bëj që me anë të mirësisë sate të jetojmë për shpirtëri e mençuri në këtë jetë, duke e pritur shpresën e lume dhe shfaqjen e lavdisë sate. Eja o Zot Jezus. Aty ynë që je në qiell, u shenj troftë e mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të biem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithëposhtetshëm e i mëshirshëm, mos lejo që kujdeset tona toksore ta pengojnë udhtimin ton drejt takimit me Krishtin, birin tënd, por urtia qellore e mësimit të tij na bëft pjesëtar të fatit të tij, ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.